Albin Kurti, njeriu që mbrojti Kosovën krurë të tjerët e shitën me heshtje. A ju kujtohet, të dashur shqiptar të Kosovës, si ishte ky vend para se të vinte Albin Kurti në pushtet? A ju kujtohet si jetonit mes pasigurisë, korrupsionit, varfërisë dhe arrogancës së një klase politike që e trajtonte shtetin si pronë private, ndërsa ju, qytetarët, si shifër statistikash për t'u mashtruar në zgjedhje? A ju kujtohet si firmoseshin marrëveshje në errësirë, si negocioheshin kufit në tryeza ku flamuri i Kosovës fshihej, dhe si vendimet e mëdha për vendin merreshin në Beograd e jo në Prishtinë? A ju kujtohet si në çdo cep të Mitrovicës, çdo breg lumi, çdo fshat kufitar duhej t'i lutesh ndërkombëtarëve që ta njihnin si territor të Kosovës, ndërkohë që politikanët tuaj të atëhershëm ndanin tendera, tokë dhe pasuri publike? A e mbani mend kush ishin ata që në emër të paqes shitën dinjitetin kombëtar? Kush janë ata që ju flasin sot për bashkëpunim me listën serbe, ndërkohë që harrojnë gjakun e 15.000 viktimave shqiptare që u masakruan nga Serbia? Po, e harruat. Sepse harresa është arma më e rrezikshme që i shërben tradhtisë. Dhe kur populli harron, tradhtia vjen duke u qeshur në fytyrë. Një Kosovë që nuk përkulet. Albin Kurti nuk është një politikan si të tjerët. Ai nuk erdhi në pushtet për të ndarë pushtet, por për të vendosur rend. Ai nuk ul në koltuk për të bërë pazare, por për të mbrojtur çdo centimetër të tokës së Kosovës, nga cepi në cep, nga kufiri në veri deri në brigjet e sharrit. Dhe e bëri këtë me një qëndresë që asnjë qeveri para tij nuk guxoi ta ketë. Qeveritë e kaluara, të mbushura me ministra të pasuruar brenda natës, me dosje të hapura në prokurori, me aferat që ndodhen çdo institucion, e trajtuan Kosovën si një plaçk pas lufte. Ata nuk ndërtuan shtet, ata ndërtuan klane. Ata nuk kërkuan drejtësi, ata kërkuan imunitet. Ndërsa Albin Kurti, me të gjitha sulmet, shantazhet dhe përpjekjet për ta rrëzuar, qëndroi. Qëndroi sepse e dinte që një vend i vogël si Kosova ka vetëm një mbrojtje, dinjitetin. Pa dinjitet, as pavarësia nuk ka kuptim. Kufit nuk janë për të negociuar. Në këto vite, shumë e kanë akuzuar Kurtin se është kokfort, se nuk di të bëj kompromis. Por le të pyesim, a ka kompromis me tokën? A ka kompromis me kufirin? A ka kompromis me gjakun e dëshmorëve? Jo. Sepse çdo centimetër i Kosovës është i shenjtë. Sepse çdo gur, çdo fshat, çdo rënoj e djegur në luftë është dëshmi e sakrificës së një kombi që nuk pranoi të zhdukej. Kur Serbia u përpoq ta provokonte veriun me struktura paralele, me banda të armatosura dhe me flamuj që sfidonin shtetin, kush ishte aty që nuk u përkul? Kush u përball pa frikë me presionin e Brukselit, të Washingtonit, të Beogradit, të çdo fuqie që donte ta shihte Kosovën si një territor të kontrolluar? Vetëm një njeri, Albin Kurti. Ai nuk bëri politikë për vota, por për dinjitet. Ai nuk foli për kompromise, por për sovranitet. Dhe sot, pas çdo provokimi, Kosova qëndron. E fortë, e ndershme, e pathyeshme. Hipokrizia e opozitës, kur për pushtet shitet atë dheu. Dhe ja ku jemi sot, një pjesë e opozitës në Kosovë po bën pazare me listën serbe. Në emër të unitetit institucional, po krijojnë aleanca me ata që ende i thonë Kosovë dhe metoj. Po i japin Serbisë të drejtën të flasë në emër të qytetarëve të Kosovës. Turp. A ka turp më të madh se sa një deputet shqiptar që voton krah një partie serbe që e mohon ekzistencën e shtetit tënd? A ka poshtërim më të madh se sa t'i japësh votën një njeriu që e quan Adem Jasharin terrorist? A ka tradhti më të madhe se sa të harrosh nënat që lanë djemt në Prekaz, Drenic, Rahovec, Gjakov, për këtë flamur që sot po e përuni për pak pushtet? Këta nuk duan shtet, duan pushtet. Nuk duan drejtësi, duan privilegje. Nuk duan Kosovë të pavarur, duan një Kosovë që pret urdhra nga Beogradi. Qeveria që solli drejtësi, jo premtime. Nën qeverin Kurti, Kosova më në fund nisi të shohë reformë të vërtet në drejtësi. U ngritën prokurori që guxojnë të prekin emra të mëdhenj. U vendosën kufi të qartë mes politikës dhe gjyqësorit. U ndalën tenderat e errët që për vite kanë përpir miliona euro nga buxheti i shtetit. E ku ishin këta që akuzojnë sot Kurtin për mungesë rezultatesh? Ishin në për vila në Zvicër, në për hotele të Beogradit, në për llogari offshore. E sot, ata duan të na kthejnë aty ku ishim, në errësirë, në varësi, në poshtërim.
por populli i Kosovës nuk është më ai i vitit 2008 apo i 2010-së. Populli ka mësuar të njohë fytyrat e tradhtisë. Ka mësuar ta dallojë kush flet për atë dheun dhe kush e shet atë për tender e poste. Besa e shqiptarit, ku është sot? Të dashur shqiptar të Kosovës, pyeteni veten. Ku është besa që na lanë dëshmorët? Ku është besa që na lanë nënat që sot jetojnë me fotografitë e bijve të tyre në mur? Ku është besa e shqiptarit që dikur e ruante fjalën si nderin? Kur votoni për parti që bashkëpunojnë me listën serbe, ju nuk po votoni për ndryshim, ju po votoni për kthim mbrapa. Ju po votoni kundër vetvetes. Ju po votoni kundër Adem Jasharit. Kundër Kosovës. Kundër historisë. Sepse Kosova nuk u bë për të kënaqur Beogradin, por për të nderuar gjakun që e çliroi atë. Dhe kush sot i shtrin dorën Serbisë për interes personal, e ka duart me balt dhe me tradhti. Albin Kurti, zëri i një Kosove që nuk friksohet. Në një botë ku gjithçka shitet, edhe idealet, edhe aleancat, edhe kufit, Albin Kurti mbetet i vetmi politikan shqiptar që nuk ushi. Ai është i vetmi që u ngrit kundër padrejtësive ndërkombëtare, që foli hapur kundër presioneve, që i tha botës. Kosova nuk është koloni. Kosova është shtet. Dhe ky është mëkati i tij më i madh në sytë e atyre që e urrejnë, sepse nuk u përkul. Sepse nuk pranoi të bëhej pjesë e lojës ku fatet e kombeve vendosen në tavolina diplomatike si copa shahu. Në një kohë kur shumë udhëheqës kërkojnë miratimin e të huajve, Kurti kërkon respektin e popullit të tij. Dhe në një kohë kur shumë flasin për stabilitet, ai flet për drejtësi. Sepse pa drejtësi nuk ka paqe dhe pa dinjitet nuk ka shtet. Një thirrje për zgjuarsi kombëtare. Të dashur qytetar të Kosovës. Mos e lini këtë moment historik të kaloj si erë mbi dhe. Mos e lini që interesat e vogla të mbysin ëndrrën e madhe që ndërtuam me gjatë. Mos harroni se çdo vot që shkon për ata që duan të rrëzojnë këtë qeveri, është një vot për kthimin e errësirës. Mos u mashtroni nga propaganda. Mos u bëni pjesë e një loje që ka për qëllim të përçajë dhe të lodh Kosovën. Nëse e doni vendin tuaj, nëse e respektoni sakrificën e të parëve, nëse besoni te drejtësia dhe te liria, atëherë qëndroni me Albin Kurtin. Jo sepse ai është i përsosur, por sepse ai është i ndershëm. Sepse ai është njeriu që se shet Kosovën për pushtet, se dorëzon kufirin për poste dhe nuk e ul flamurin për asnjë presion. Zgjohu Kosovë, mos u shit më. Ky nuk është vetëm një apel politik, është një kushtrim kombëtar. Kosova nuk ka nevojë për tradhtar me kravat, por për njerëz me karakter. Kosova nuk ka nevojë për negociata të pafundme, por për vendime të forta. Kosova nuk ka nevojë për kujtime, por për veprim. Zgjohu, Kosovë. Mos e harro besën. Mos e harro gjakun. Mos e harro kush je. Sepse nëse harron, atëherë vërtet e ke humbur lirinë. Por nëse kujton dhe qëndron, atëherë asnjë Beograd, asnjë Bruksel, asnjë opozit nuk mund të ta marrë dot atë që u fitua me gjak, shtetin e pavarur të Kosovës.